Kryeministri Kristian Mickoski referuar propozim ligjit për zbatimin e projektit Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës 2028 që u tërhoq nga kuvendi 2 ditë më parë, thotë se dikush po mundohet ta manipulojë dhe dezinformojë opinionin. Prandaj shton se duke mos dashur të lë siç thekson asnjë milimetër dyshim, edhe ai ka kërkuar që të tërhiqet nga rendi i ditës dhe për këtë do të ketë debat publik. Edhe me insistimin tim, ligji është tërhequr nga parlamenti, i njëjti do të vendoset në debat publik, i njëjti do të debatohet. Pak do të vonohemi, por edhe ashtu jemi vonuar 10 vite me disa përgatitje si qeveri, por do të mundohemi që këtë tempo të ruajmë deri në fund të vitit dhe të hyjmë në proces në cilin gjithçka do të realizohet në kohë dhe Shkupi do të jetë qytet i kulturës. Kryeministri kritikoi opozitën që për këtë projekt nuk i ka nisur përgatitjet me kohë dhe përveç kësaj po bëjnë siç tha përpjekje të ashpra për dezinformim. Ka një përpjekje të ashpër për dezinformim. Bëhet fjalë për një fondacion, Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës, dhe ky është një projekt që ka nisur prej para 10 vitesh. Për fat të keq deri tani nuk është bërë asgjë dhe kur erdhi situata që qeveria të përballet me një sfidë, dhe kjo është që për herë të parë në historinë e kulturës evropiane ti merret ky titull një vendi, atëherë nisëm një proces që i definuam qartë prioritetet. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashje hoqi nga rendi i ditës propozim ligjin për zbatimin e projektit Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës 2028, i cili duhej të votohej me procedurë të shkurtuar, pasi pati një vrull reagimesh të deputetëve të opozitës dhe të organizatave jo qeveritare. Propozim ligji në fjalë u dorëzua nga një grup deputetësh të VMRO-DS dhe me të parashihej që qyteti i Shkupit të themelonte një fondacion të veçantë i cili gjatë realizimit të prokurimeve të tij për projektin Shkupi 2028 nuk do të ishte i detyruar të zbatonte ligjin për prokurim publik.